Simptomet e parë se Alianca për shqiptarët do të largohet nga Vlen u panë që në momentin kur Taravari tha se ka kanale komunikimi me BDI-n, se ka pasur komunikim e konfirmoi edhe vetë kryetari integrist Ali Ahmeti. Ashtu siç e ka pohuar edhe zoti Taravari, kam patur një bisedë të shkurtër telefonike, asgjë më tepër. Sipas Taravarit, arsyeja pse Alianca për shqiptarët nuk arriti marrëveshje me liderët tjerë të Vlenit ishte se ai dëshironte të shkojë në zgjedhje lokale me lista të veçanta të këshilltarëve, gjë që të tjerët nuk u pajtuan. Megjithatë, Ahmeti thotë se ka një arsye tjetër. Me angazhimin e partive politike në Vlen, në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Thirrje në vazhdimsi u kemi bërë që të braktisin institucionet, të mos bëhen pjesë poshtrimit të shqiptarëve, mos jenë pjesë e devalvimit të shqiptarëve. Sa më parë që e kuptojnë të gjithë këtë, si duket nga të gjitha zhvillimet dhe raportet që më vinë, zoti Taravari ka kuptuar që pozitat e shqiptarëve në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë, përveç se një argat dhe çka u thuhet agaj, atë bojnë, si duket e ka kuptuar më herët. Uroj që edhe të tjerët ta kuptojnë. Por, nëse BDI fillon bashkëpunimin me Taravarin, çfarë do të ndodhë me Zjadin Selan? Me zotin Zjadin Sela jam në kontakt të përditshëm dhe është në rrjedhë ashtu siç jam unë. A do të mbetet në frontin evropian dhe si do të vazhdojë më tutje, kjo do të mësohet të hënën në Klik Plus, kur mysafir do të jetë pikërisht Zjadin Sela.